Përfundimi i edicionit të Big Brother VIP lë gjithmonë pas një mori debatash, aleancash të prishura dhe rivalitetesh që vazhdojnë edhe në jetën reale. Megjithatë, përtej zhurmës mediatike dhe përplasjeve të zakonshme të spektaklit, ky format prodhon edhe raporte të veçanta që rezistojnë kohës. Një nga shembujt më unik dhe të papritur të këtij sezoni është marrëdhënia mes Mateos, një prej banorëve më të komentuar, dhe Monikës, e cila mbante rolin e opinionistes. Gjatë transmetimit live, dinamika mes tyre nuk ishte gjithmonë e lehtë. Si opinioniste, Monikës i duhej të ruante objektivitetin, të analizonte çdo lëvizje strategjike të Mateos dhe jo rrallëherë të shprehte kritika të drejtpërdrejta për lojën e tij. Nga ana tjetër, Mateo përballte analizat me argumente të forta nga brenda shtëpisë, por ajo që publiku ndoshta nuk e parashikoi dot gjatë spektaklit, ishte pjekuria me të cilën të dy do të trajtonin këtë përvojë sapo kamerat të fikeshin. Së fundmi, burime të sigurta pranë ndyshes bëjnë me dije se Mateo dhe Monika jo vetëm që kanë lënë më njang çdo lloj keqkuptimi apo tensioni të lojës, por kanë ndërtuar një miqësi mjaft të fortë të ngrohtë. Kufiri mes lojtarit dhe kritikut u fshi plotësisht ditën kur reality show përfundoi, duke i lënë vendin një vlerësimi të ndërsjellët për karakterin dhe njerëzillëkun e secilit. Njerëz të afërt me ta tregojnë se të dy kanë ruajtur kontaktet e përditshme dhe janë parë shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit në dalje private, dreka pune dhe ngjarje të ndryshme sociale. Monika mësohet se ka vlerësuar pjekurinë dhe sportivitetin e Mateos jashtë skuadrit të lojës, ndërsa Mateo ka shprehur respektin të madh për profesionalizmin të këshillat e saj. Kjo lidhje e veçantë provon se loja televizive mbetet vetëm brenda kuadrit të ekranit dhe se profesionalizmi mund të kthehet në bazën e një miqësie të sinqertë. Sot Mateo dhe Monika janë shembull i rrallë i dy personazheve që u futën në një format me role të ndryshme, por dolën prej tij si miq shumë të mirë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit!